Hekurudha Rëshen Klos, e cila nisi të ndërtohej pak para se të shembej regjimi monist, mbeti e papërfunduar, por shumë prej veprave të artit të kësaj hekurudhe qëndrojnë në këmbë dhe sot pas afro 40 vitesh. Nga Rësheni në Klos janë shumë ura të cilat u ndërtuan në funksion të hekurudhës, që duhej të kishte përfunduar me qëllim transportimin e mineralit të kromit, që prodhoi nga minjerët e Bulqizit dhe Klosit në drejtim të Durrësit. Por këto vepra tashmë kanë mbetur si dëshmia e vetme e kësaj vepre, që sipas ekspertëve do t'i shërbenin shumë industrisë së kromit, por edhe qëndrueshmërisë së rrugëve nacionale në të cilat kalojnë mjetet e tonazhit të rënd me mineral kromi. Një nga këta ura ndodhet në fshatin Dom, që duhej ta lidhte këtë fshat me fshatin Kujtim. Kjo urë nuk u përfundua plotësisht, por vetëm këmbët e saj. Banorët thonë se këto vepra janë dëshmi e cilësisë së mirë të punimeve që kryeshin atëherë, dhe jo si në ditët e sotme, që për pak kohë pasi mbarojnë prishen. Rrugët e trenit dhe uret e trenit kanë qenë bëm në mënyrë standarde. U botëm me çement të markës 800, çemente që ishte e tipit lartë, e ke parasysh. Dhe çdo gjë u bote me inxhinier, u bote me projekte tamam, siç ka Europa sot. Kurse urat e sot që bën ura jashtë standardit, vetëm boçë të punime, marrë punë të vetë, mirë pafshëm, në s'dihet sikur shemë në ura. Nuk ban standarde më. Kurse këto ura që në bosh shive, të këtë me standarde, të nuk lëvizin se të 1000 vjetë. Çdo punë që bën atë ka qenë bën me standarde. Tani nuk bën me standarde, tani bën rruga për 6 muaj prishet rruga. Për 6 muaj përfundon rruga. Në radh parë nuk ka kontroll. Pse? Se këta janë të lidhë gjithë bashkë. Ai merr fondin i pari jep dyti jep treti jep tjetrin, fillen i fundit nuk gel më, e ke parasysh. Kishte pas fatin, sidomos rreth Imatit, të ishin bën këto hekurudha, do ishin tepër standarde të larta. Ne edhe s'do lëvizte asnjë gjë më. Po për shans, me fjalë, u prisë shujart momentin e tani se me vesh i pari dytin më. Fatkeqësi për kombi shqiptar. Nuk ka shans që u shkon 1000 vjet. Pa merak, bile sigur kishte ardhur treni, bile fillojnë punimet e trenit, vendosen shinjat e gjonat, urat të ngrenë prap me standarde nalt, tu bëhet mrekulli, bëhet si në Gjermani, si në Zvicër. Mirë, por nuk o të pyet kush, më duket se nuk ka kush interes për popullin. Edhe në anën tjetër të fshatit Dom qëndron gati e përfunduar ura e trenit që e lidh këtë fshat me fshatin Suç, dhe që asnjë projekt i këtyre 3 dekadave nuk i ka përfshirë këto vepra për t'i bërë funksionale në ndihmë të përmirësimit të infrastrukturës për komunitetin.